sepse ato vende me të vërtetë i ka madhruar dhe i ka bërë të shenjta dhe të madhruara Allahu subhanahu wa ta'ala. Thonë që kryerja e haxhit është një ndër obligimet e prejma, një ndër farzët e prejma me Kur'an dhe me Sunet, që është vërtetuar që duhet me kryer një herë në jetë. Kur e ka bërë këtë thirrje Ibrahimi alayhis salam, Mekës ka pas njerëz që kanë jetuar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka marrë përsipër edhe ka bërë që Mekën ta bën vend drejt të cilave domethënë i lakmojnë apo i dëshirojnë që t'i vizitojnë zemrat e njerëzve. Nëse njeriu sinqerisht e bën haxhin, rrugës pendohet, e sheh ato vlerët e mëdha të haxhit, e sheh ditën Arafat, ka Allahu zbret në qiellin e parë dhe thotë ka kush kërkon falje, t'ia fali. Domethënë duhet me kry ai i cili ka vendosur me shku në haxh, duhet para se me shku në haxh, Allah shpërblet që po merret mesela, duhet me shku me lip hallëk, nëse dikujt i ka një hak. Ose nëse pasurim ja kthie. Edhe besimtari duhet me qenë i vëmendshëm, se si thot një thënie tek populli, janë tek Allahu shko me hakin e Allahut, po mos shko me hakin e huaj. Në këtë din tonë të bukur Islamit, nuk ka vendos diçka që është e ndërlikuar, diçka që është e vështirëson që e çet njeriu në siklet. Përkundazi, feja jonë është fe e lehtë, fe e lehtësimit, fe e mëshirës, e cila bën atë ibadet edhe kënaqur. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që jeni ndjekësit e podcastit Mejlis. Sonte e kemi një epizod të veçantë. Do të flasim për haxhin. Haxhi, ky udhtim dhe rrugëtim dhe ibadet i cili obligim besimtari e ka një herë në jetën e tij. Për të biseduar për këtë temë kaq të bukur dhe kaq të rëndësishme, sonte kemi mysafir hoxhën e nderuar Vedat Efendi Skenderi, Hafizin, me të cilin do të flasim rreth temës për haxhin, rëndësinë e tij, dispozitat dhe shumë gjëra tjera që kanë të bëjnë me haxhin. Ndoshta të ishte mirë edhe të përmendim ndonjë rast që ne ka ndodhur në haxh e që ndoshta ka mbetur si një kuriozitet për haxhin. Fillimisht dua që hoxhës t'ia uroj që si vjet në këtë vit do të jetë njëri prej udhëheqësve të haxhit nga Muftinia e Shkupit. Allah inshallah ta lehtësoft të gjithëve juve, u lehtësoft haxhin edhe të ktheheni prej haxhit me mëkatet e falura dhe veprat e pranuara sikur në atë ditë kur ju ka lind nënë. Allah shpëlet që Allah i nderoft ftesën. Është nder që sonte të flasim për këtë temë me ju. Do t'ja fillojmë me atë pyetjen klasike. Cili është kuptimi i vërtet i haxhit? Apo çfarë do të thotë haxh dhe cili është ai kuptimi themelor, esencial i fjalës haxh dhe i adhurimit të quajtur haxh? Fillimisht të falenderojmë Zotin subhanahu wa taala, dërgojmë salatë dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hoxhë ndërua është siç e theksove edhe vet, elhamdulillah, si vet jam si udhëheqës, po një të kohë më është kjo nder, po është edhe barë, Allah në lesoft, me qenë në shërbim të haxhileve, mysafirëve të Zotit, kjo është një nder i madh, më thonë, alhamdulillah, Allah në lesoft, dhe na pranov këtë. Është shumë mirë të ceke mysafirët e Zotit, apo mysafirët e gjithë mëshirshmit Allahut subhanahu wa taala. Faktikisht çdo gjë që e bëni është domethënë diçka ose i keni më nderu dhe do t'i shërbeni ashtu si duhet haxhilet. Alhamdulillah. Ose ndoshta e lutem që ajo mos ndodhe. E kenë përshtypje të kundërta apo negative për udhëhecin. Po këto vite alhamdulillah, sa e shoh unë çdo vit bëhet mirë e më mirë. Alhamdulillah. Edhe kurset janë lehtësuar ashtu që alhamdulillah. Ojo, siç e përmendë, është rrugës një me fillue me tregue kuptimin gjuhësor që ai bie haxh. Ulemat e fikut e definojnë thonë që al-qasdu ila al-mu'azzam, do të thonë sinu diçka të madhe. Nëse po kthehemi në aspektin e madhruar, me pozitë, me vlerë, do të thonë. Kurse në terminologjinë islame e ka kuptimin vizita e një vendi të caktuar, pra këtu është përshtypje, do të thonë vendet e shenjta, Qabja, do të thonë Arafatin, ato vende ku shkon haxhia, ku e ka obligative me qëndru atje. Në kohë të caktuar, pra janë ata vendet, do të thonë kohët me qenë patjetër caktuar, sikur dita e Arafatit, do të thonë patjetër, do të thonë me qenë ajo kohë që ka definuar, do të thonë feja islame, shariati,
edhe janë disa veprime të caktuara që duhet me ne, duhet me bë tavafin, duhet me vesh ihramin, janë disa vepra, pra kjo është haxhi. Ne duhet të mundohemi këtë aspekti terminologjik që përmenda shkurt me tregue te kushtet, që do të folim pak më andej inshallah, aty do të shihet qartë çka i bie haxhi me gjithë ata kushtet, me ata obligime, me ata sunete, vaxhipe që i ka haxhi. Ti e thekë shumë mirë se ajo është synim një vend i cili është i madhruar. Dhe kjo vlen me i përkujtu krejt ata që janë jetë plenë, që Allah ka mundësuar që si vetë që të punojnë pakës me niyetin e tyre, sepse këtë vepër çdo vepër tjetër që është pjesë e shariatit tonë duhet ta bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse ato vende me të vërtetë i ka madhruar dhe i ka bërë të shenjta dhe të madhruara Allahu subhanahu wa taala. Nga aspekti i dispozitës, ne dimi se në Islam, në fen tonë të bukur islame kemi dispozita që janë prej veprave të preferuar deri tek veprat që janë obligim, që janë farze. Cila është dispozita që ka të bëj për haxhin, apo që është dispozita e haxhit si një adhurim i veçantë? Dietarët islam duke bazuar në ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, thonë që kryerja e haxhit është një ndër obligimet e prejma, një ndër farzët e prejma me Kur'an dhe me Sunet, që është vërtetuar që duhet me kryer një herë në jetë. Një herë kemi obligim në jetë me kryer haxhin. Nga Kurani kemi disa ajete, edhe në hadithe kemi disa hadithe, një ndër ajetet më kryesore, ajeti kryesor që flet rreth kësaj çështje që është obligative, Allah thot në Kur'an në surën Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Por it Allahut njerëzit e kanë obligim që ta synojnë, Ka'bën. Pra është për çdo haxhi. Por jo për çdo kan, men istata ilay sabila, ai që ka mundësi, i ka kushtet, i ka rrenet me shkuar te kjo Ka'bë, te kjo shtëpi e Zotit subhanahu wa taala. Që do folim pak më andej te kushtet e haxhit, është një ajet që flet për që është obligim haxhi. Një ajet tjetër në surën Bekara Allah thot wa atimul hajja wal umra. Plotësojni në formë urdhërore haxhin dhe umrën. Nga se ai që hin hax për hir të Allahut. Po hir të Allahut, ai që hin hax nuk ka drejt me dal. Kur të krish dush me krye, deri në fund. Gjithashtu një ajet tjetër të Allahu adhin fi nasi bil hajj. Fjala plotësojeni, do të thonë me bë tamam si duhet. Me bë tamam. Deri në fund me plotësuar. Me farze, munduar me vaxhipet e me sunetet. Disa xhiler kur i ka plana e lodhja, ndonjëherë thonë avon këta ta ka përcejmë, edhe pse shumica hamdo janë të gatshëm me kry. Por është shumë e rëndësishme që krejt etapat e haxhit i plotësojmë deri në fund. Po. Në një ajet tjetër është përmendur wa adhin fi nasi bil hajj, lajmëroju thirrje njerëzit po me kry haxhin. Edhe kjo është një ndër ajetet që flet që haxhi është obligim. Kjo thirrje është obligim Ibrahimit alayhis salam. Po, është përcjellë tek ummeti jon, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi ajetin kuranor në surën Hajj, ajetin 22. Pra këto ishin disa ajete që Allah përmes këtyre ajeteve na jep mesazhin që haxhi është obligim, është shtyrë e Islamit. Kur e ka bërë këtë thirrje Ibrahimi alayhis salam, Mekës ka pas njerëz që kanë jetuar. Edhe transmetohet se ka pyet si të thas njerëzit kur askush nuk më dëgjon. Subhanallahu. Allahu subhanahu wa taala ka marrë përsipër edhe ka bërë që Mekën ku kryen edhe rrethinën e Mekës ku kryen shumica apo kryesisht krejt obligimet e haxhit ta bën vend drejt të cilave domethënë i lakmojnë apo i dëshirojnë që të vizitojnë zemrat e njerëzve. Do të haxhia, ai që nuk shon haxh drejtohet Ka'bës 5 herë në ditë. Ai muslimani e ka lidhur zemrën. Si ka jeti, wajal afidat min an-nasi. Bëhet që zemrat e njerëzve të anojnë nga Ka'bja. Nga Ka'bja. Pra këto hoxha ishin ato ajete që Allahu po na mëson, na jep mesazhin që është obligim haxhi. Një ndër hadithe që tregon për haxhi që është një ndër shtyllat e Islamit është hadithi i njohur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bunyal islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Njëra për kushte për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe haxhin. Dhe këtu nga kjo hadith kuptojmë që haxhi është obligim. Në një hadith tjetër përmend kështu në drejt për drejt tregon që është farz obligim haxhi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithi është në Buhari dhe Muslim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë qad faradallahu alaykumul hajja fahujju. Dhe Allahu ka bëu farz haxhin dhe bëni hax. Njëri pisa ka thonë faqala rajulun, yani tha ja Rasulullah, a kullu amin, apo çdo vit do të më bëj çet hax,
Pejgamberi sallallahu shujti, ai përsëri njëtën pyetje disa herë. Derisa pejgamberi sallallahu tha, "Lau qultu na'am la wajabat." Sot që a thonë unë po, që për çdo vit do të më shku në haç, thotë ishte bë obligim. Që më thonë haxhi është një herë obligim në jetë, më thonë. Wala mastata'tum, nuk do të kishit më çën bë. Po, fund çka thonë për al-hajju marratan wahida, faman zada fatatawwun. Sallallahu alaihi wasallam, haxhi një herë në jetë është, kush do më bë më shumë, ajo është më thonë vullnetare. Nuk është obligative, më thonë. Ne kemi raste haxhinit ton ka kryer një jetë haxhin, do më shku për mund më shkuë. Më thonë është vepër e pëlqime, është vepër më thonë vullnetar, por një herë kemi një jetë me shku obligim. Për atë cilë më thonë i ka rrenet dhe i ka kushtet. Këtu desha me në vizuni mesele, vëllai. Tash Zoti ka urdhëruar me kry haxhin, ulemat kanë diskutuar, a duhet më një herë me kry apo a kemi det me vanu. Normal nëse kemi rendet. Do këtu shpesh do i shoh do pasane që kanë shëndetin, e kanë mundësinë, e kanë paratë e vanojnë, më thonë pa ndonjë arsye të pranueshme. Më thonë dietarët islam shumica dietarëve thonë edhe këtu është edhe mëdhebi Ebu Halifës edhe Ebu Jusufi e kanë mendime që vonimi i haxhit më thonë pa arsye është mëkat. Si ke rendet më thonë me një e kryje, se s'dihet çka ndodh me tije në të ardhmen më thonë. Do të ti si vetë kishe ndër ekipa, po do të vitin tjetër nuk i ke këta diet ose njonat mungon. Ose ndoshta rruga nuk është sigurt. Po ka mund me dalë deri pengesë edhe ti më thonë privohesh nga kryerja e këtij obligimi. Këtë lidhet edhe hadithi pejgamberit sa kur thotë shfrytëzoj 5 gjëra para se të vi 5 tjera. Vërtet. Pasurinë para se të vjen varfëria, shëndetin para se të vjen smundja, rinin para se të vjen pleqëria. Dhe kështu me radhë. Por vetëm desha më ndalë këtu te kjo faradha. Dispozita e haxhit është farz bile, thuhet se është shtyll rukën prej erkanul islam, prej shtyllave të islamit. Ti e thave se është urdhër i prerë, që do me thonë, ai që ka mundësi, nëse nuk e kryen haxhin, me një farë mënyrë ai sikur e shpreh pritesën e tij edhe dëshirën që mos ta kryen një farz që është prej farzave të islamit. Dhe kjo është me të vërtet një gjë që besimtari nuk duhet që ta vonon, por duhet se sa më tepër atëherë kur i ka mundësit, ndoshta e thot në veten e tij si vjet nuk e ndi vetën të përgatitur për haxh, por Allahu subhanahu wa taala nëse njeriu hyn në këtë adhurim madhështor me një jetë të pastër, me qëllim të pastër fisnik, Allahu ja lehtëson edhe ja bën që të mundshme që ta kryejë një haxh për të cilit edhe ai ka me kanë i kënaqur, por edhe Zoti i gjithësisë Allahu subhanahu wa taala do të jetë i kënaqur, sepse haxhi është me të vërtetë një lodhje, sakrificë. Po, sakrificë, largohesh nga familja jote, largohesh nga. Dietar thonë që haxhi është një adhurim që ka të bëjë mes adhurimeve të trupit dhe pasurisë dhe zemrës. Këtë bashkon haxhi, bashkon zemrën. Jeti bashkosh në zemër. Po. Pasuria është harxhimet edhe trupi është lodhja që është ata vafi që. Gjithashtu ka atë vlerën e madhe ka nga se më këtë bën bashkë të kjo adhurim. Do të flasim pak as për vlerën e haxhit në po janë disa hadithe shumë të mëdha, sa më ka përmend se çfarë vlerë ka. Disa hadithe ka përmendën, një ndër hadithe që flet për vlerën e haxhit, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men hajja falam yarfuth", kush bën haxhin, edhe nuk bën lam yarfuth, më thon nuk thot fjalë këqija. Është një koment tjetër, nuk ka marrëdhënie, nga se ndalohet nëse jeni ihram, ndalohet dispozita. Po ai që bën haxhin nuk e bën këtë vepër, nuk ose nuk fol fjalë këqija. Walem yafsuq, nuk ban gjuna gjatë haxhit, ka më thënë raja ka yaumi waladathu ummu. Kthehet tek shtëpia vet, sikur atë ditë që ka lind nana vet, pa gjuna. Pra është një vlerë e madhe, haxhia, nëse respekton rregullat, dispozitat e haxhit, kthehet tek shtëpia vet me gjuna të falur. Sikur atë ditë që ka lind prej nanës vet. Këtu ulemat kanë diskutuar çka është për qëllim, a është gjuna të mëdha apo gjuna të vogla. Dietarët kanë diskutuar, kanë thonë se shumica të thonë është për qëllim gjunat e vogla është për qëllim, por nuk e kanë anashkaluar atë anën tjetër, ka thonë që ka mundësi me ndodha gjunat e mëdha, nëse njeriu sinqerisht e bën haxhin, rrugës pendohet, e sheh më thonë ato vlerat e mëdha të haxhit, e sheh ditën Arafat ku Allahu zbret në qiellin e parë dhe i thotë ka kush kërkon falje, t'ia fali. Nëse ndoshta ndodh që çajo atmosferë, më thonë, çaj sakrificë, ja mësu Allahu mu pendu dhe mu kthit e shtëpia vet. Sigur atë që kanë për nanës vet. Pra është më thonë haxhi jep këtë mundësi e pendimit. Edhe i përfshin edhe gjuna. Është më thonë me ihram i veshur, është atë moment sa që me ihrami për gjon
ati që ka dekën, që veshet me qefin, kërë që e shem momentet, i shem më njerëz janë barabar para Zotit, krejt janë të dopt, kemi nimin e vetar për Allahun. Edhe mu me ka plu ajo zemër, ai kthimi tek Allahu që mu pendua. Po, këtë si më e ka këtë vlerë. E ceke sepse kusht për mëkatet e mëdha që njeriu të pendohet. Po, do, ashtu. Edhe me plotsu këtë të kushtit të pendimit të sinqert. Por veç nësa është hak i njerëzve, nësa është një borç, ose nësa një zullum, ose një padrejtësi që ja ke bërë dikujna, me haq nuk falet, mos mendoj dikush. Duhet me marr hallëk, nga kthie, duhet me kry ai cili ka vendosur me shku në haç, duhet para se me shku në haç, Allah shpërblet që po merret me mesele, duhet me shku me lip hallëk, nëse dikujna i ka iner hak. Ose nësa pasuri më kthie. Ose mi kallëdu që unë e kam plan me ta kthi, nëse tash nuk kam, por së shpejti kam ta kthi me atë borxhin ose ai hak që përmendë për më kërku hallëk, është një çështje që njerëzit shumë e kanë lënë anësh. Dëgjoj dje një bisedë se dia është e vërtetë apo nuk është e vërtetë për një person që ka dhënë shumë borxh. Ju kanë njerëz shumë borxh edhe s'e kanë kthy. Ka qenë një mentalitet në të kaluarën e ki dhënë borxhin edhe mo e ke llogarit si një lloj sadakaje, nuk e kanë kërkuar brapa njerëzit. Edhe ki djali, mas vdekjes së babës, shumë veta i kanë pas borxh babës, kush nuk ja kthen. Edhe ki ka qenë trashëgimtari i pasurisë të babës, edhe me një gjenaze, a di si pyesin të ne, a ja bëni halal, ki thot si ja bëj halal. I ka pas babës tem, kaq borxh. Edhe tash ai familja brengosën, edhe bën çka bën, i mbledhin ato parë që ka pas borxh, edhe ja kthejnë babës. Kthi djalit. Edhe ki kur vjen, të djalit thot, ti ta bëj halal, s'ka problem. Po ajo që e thash qatë ditë, po sebeb që shumica e njerëzve që kanë pas borxh e që kanë mbet gjallë, me u friksu edhe, me thonë se kisna e pon halal t'ja kthejmë borxhin, sa është. Edhe me të vërtetë është kjo një çështje se Islami ka vendosur rregulla, edhe besimtari duhet me qenë i vëmendshëm, se si thot një thënie tek populli janë tek Allahu shko me hakin e Allahut, po mos shko me hakin e huaj. Se Allahu na le mes vetit ti sqarojmë ato çështje dhe ti zgjidhim ato mosmarrëveshje. Me borxhet ose edhe shahidi nuk i pranohet. Mos shahidi nuk i pranohet për shkak nëse pranon. Shahidi ti falet çdo gjë përveç borxhit. Vërtet. Edhe ti në ashabë që e ka ditë se baba i tij ka pas borxh, edhe ka thonë çdo gjë i fal përveç borxhit, edhe i kanë nxit pejgamberin që t'ia kthejnë borxhin, edhe ka kërkuar ka dikush që e merr përsipër borxhin e këtij personi. Pra hadithin që përmendëm hoxha tregon për që haxhi i fshin gjunahet. Në hadith tjetër pastaj ka përmendur që është shkak me hyrje në xhenet. Ai që kryen haxhin, pas ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haxhi mabrur, haxhi i pranuar, do nuk ka thot është problem tjetër vetëm se xheneti. Edhe të e shohim që është një vlerë e veçantë. Në një hadith tjetër është me një kuptim, njëri prej ka pyetur se cila punë më e dashme te Zoti është. Ka thënë selam, ka thënë me besu Allah dhe të dërguar të tij. Tani thotë ja cila vjen, thotë lufta në rrugën e Zotit. Tani cila ja thotë pejgamberi haxhi e pranuar. E këtu pak të shembull të haxhi i pranuar, çka i bën, më thonë. Haxhi i pranuar është ai haxhi i cili është synu, më thonë razia e Zotit. Don synimi ka qenë walillahi ala nasi. Por hit Allahut. Tu desha me nevizuni mesele hoxha, në kohën tonë në provu me këta telefonat. Më thonë çdo lëvizje që bën haxhia mundot me ju tregu tjerë që kesh filan venin e bona filan duan, e bona filan lëvizjen, është mirë më thonë me murujt më thonë piksajna. Nga se më thonë ti një ibadet që i të bu dikuni nuk shek kush, më thonë i larg njerëzve i mundot ta fshesh më thonë. Sa që ka opit parve tonë kanë shku në haç, edhe në kthi, ku se ka marrë veç që ka shku dhe ka ardhur. Qasi më thonë mu munue, mi hik, më thonë, nësë më mi komplet, I kam fshehur veprat e tyre të mira, sikurse sot njerëzit i fshehin gjunahet e tyre. Vërtet më. Qasi më thonë haxhi me brur është shumë rëndësi. Një ndër komet është kjo, më thonë, haxhi i sinqert. Kometi tjetër është më mikry një haxhi i cili është i ke respektu dispozitat. Krejt komplet më thonë, ke qenë kujdesshëm. Një koment interesant që më ka ardhur gjatë leximit të hadithit, haxhi me brur vjen fjalës elbir. Që ke bëu punë të mira. Këtu më thonë, më kanë thonë, më thonë haxhia me bëu punë të mira gjatë haxhit. Çka i bë kjo? Më thonë, nga se ti në haxh lodhesh, edhe mundesh me pas sjelljen e keqe me ata shokët e tu gjatë haxhit. Mos i keq.
mja marrë një sen që e ka ai, mja pengu rrugun. Kështu që ulemat kanë thonë haxhia është mirë me shpërnda ujë, me u thonë njerëzve fjalë të mira, me mënu sa ka mundësi, me u thonë kartë do transmetimi, me u thonë njerëzve ushqim. Këtë këto më thonë, ai si mundohet me pas këtë bamirësi gjatë haxhit, ky person më thonë e arrin këtë vlerë që është përmend këtë hadith që ai si ka haxhin me brur, pra që ka bërë shumë punë të mira, edhe e fiton xhenetin. Në një koment tjetër interesant më ka ardhur me brur, kanë thënë disa dietarë është për qëllim një haxhi i cili ka shumë dhikr. Është përmendur Allahu shumë, është madhur Allahut me telbije, me istighfar, me shumë dhikra të ndryshëm, ky person arrin këtë vlerë më thonë. Ka është përmendur në një hadith, më thonë, thotë ka thënë sa profesorësh teksti hadithit më kujtohet, më thonë haxhi, tavafi i saj është për qëllim të përmendet Zoti. Më thonë synimi kjo është, më Zoti këtë ibadet. Namazin ku e përmend Allahu. Edhe kemi salate, dhikri. Sëmos haxhia ka kohë shumë. Kujtosh mua. Sëmos haxhia ka kohë shumë gjatë haxhit, gjatë lëvizjeve, tu shkon çape, tu kthije. Telbia, çatë është një përmendje Allahu xhashanu. Kur bën tavaf mes saj, këtën këto të lidhura me përmendjen e madhrim. Këto janë disa vlera ose disa hadithe, do të thonë që flet për vlerën e haxhit. A mundesh tash më na tregu se ne kemi dëgjuar, pa dim se ka disa lloje të haxhit, disa mënyra se si kryhet haxhi. Si janë ato llojet e haxhit që janë të definuar nga shariati islam dhe nga Kur'ani dhe nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më thonë është një haxh, është nuk ka haxhe tjera, por nëse ja shoqërojmë umrën, e ka një emër tjetër, nëse nuk i shoqërohet umra, e ka një emër. Nëse i shoqërohet, më thonë kurbani, e ka një emër tjetër, më thonë janë 3 lloje të haxhit. Haxhi ifrat, haxhi që bëhet, më thonë vetëm haxh, nuk ka umre. Këtu më thonë është edhe më herët tek vendet tona këtu e kanë bërë haxhin e ifradin, për arsye se ka pas fukarallëk, ka pas mundësi me prej kurban e sen, edhe është i lehtësim. Në shkollën juridike të imamit Ebu Hanife rahimahullah, me dhebin Ebu Hanife rahimahullah, është haxhi më i vlefshëm ifradi. Ifradi, po. Me qëllim që me valesu njerëzve. Haxhi tjetër, haxhi qiran. Këtë ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me veti me marr kafshën. Kurbanin me marrën. Kjo është më dha haxhi i majranësh, edhe ka probleme më dhaja. Po pra me fjalë tjera ka treguar sikur edhe njëra Allah më mësu më ardhën me kry një haxhi, e kisha bën një haxh të metu, që është lloji i tretë i haxhit që e ka pasur me umrën. Alhamdulillah sa më të metu. Po alhamdulillah, në basit e islamet tani më thonë tona sa është më i lehti. Më thonë një fillim shkon e bën umrën me ato me ihram, e lodhesh edhe kthehesh në hotel e nxjerr i hek flokët, e ke ihramin. Lirosh pi ihramit tani dita Arafatit tani më thonë e bën jetën edhe kështu që më thonë e vazhdon haxhin. Është më i lehti. Edhe kjo më thonë është transmetuar në hadithe më thonë. Pa këto janë ato 3 llojet e kirani ishte e veçantë se edhe pasi që kirani e ka edhe umrën, por pasi ta kryen umrën nuk lirohet për ihram, nuk vazhdon me ihram mes temetujt dhe kiran. Deri sa ta përfundojë ato veprimet e haxhit. Por është ajo që e merr me vete kurbanin prej vendit ku e ka. Ç'është. Cilat janë tash erdhëm edhe tek kushtet e haxhit? Cilat janë kushtet e haxhit? Është thelbi i kësaj ligjërate, ose mi përmend kushtet e haxhit. Jo çdo kush e ka obligim me shkuar. Kushti i parë që ka vlen paketë adhurimet është Islami. Dikush më thënë musliman që më thon ti do të ke obligim me shku me kry haxhin. Përdesa nuk është musliman nuk e ka obligim. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë më thon edhe kjo është një ndër kushtet më rëndësi, kushti mosha madhore. Fëmija nësë mund me shku në haç baba me marrë me veti ose nona, por nuk e ka obligim kur hi mosha madhore me shku dhe me kry. Nuk i largohet prej. Nuk largohet. Obligimi që e kry. Mosha madhore kushti i dytë. Kushti i tretë është mençuria. Personi që nuk është me ment, mentalisht nuk është i shëndosh, ai se ka obligim me shku me kry haxhin. Edhe obligime të tjera nuk i ka. Por këtu po përmendim me pasqyrimit e haxhit, nuk e ka obligim. Pra mendja është prej kushteve. Tjetra liria. Këtu flasim kushte që haxhi ti bëhet obligim. Ç'është? Po kushte që më bë obligim haxhi. Që haxhin këto persona e kanë obligim që ta kryejnë haxhin. Po. Fakt. Liria, një të kushte liria, personi i cili nuk është i lirë, ai se ka nësa rrops nga saj, vetvetja e tij dhe pasuria e tij është pronë e pronarit, nuk është e tina, Kështu si më ka thonë robi se ka. Do të thënë di, alhamdulillah më kohën tonë nuk është kjo. Po nëse e kryen haxhin, nëse e kryen nuk haxhi e ka tamam, e ka kryer jetën e vet. Po duhet me marrë leje edhe prej pronarit.
Tjetra, më thonë, ka thonë dietarët, vlen ditoria mbi obligeshmërinë e haxhit. Kjo më shumë ulemat e përmendin në vende ku s'ka shumë, më thonë, njohuri. Se në vendet mese s'duhet me pas njerëz që se dinë që haxhi është obligim. Ku ka ignorancë, ku ka gjehel. Më thonë, kjo vlen edhe tek persona që kanë hinë islam frikë, më thonë, që nuk kanë njohuri shumë rreth islamit. Përdesa nuk e ka këtë ditori, Allah nuk ka kërkon, më thonë. Po në moment që i vjen kjo informat, kjo çështje që duhet me kry haxhin, secili musliman që i ka rrenet, aty në moment aty i bëhet, më thonë, obligim me shkuar me kry haxhin. Tash te ne për shkak të këtyre organizimeve të umrës, shumica e njerëzve vetëm se i ka mësuar shumë nga dispozitat që lidhen me haxhin dhe me umrën. Vërtet. Do të thotë se shkojnë edhe vizitojnë edhe Arafatin, e vizitojnë Minën, edhe tavafin, e ihramin, e veshin. E kjo është një lloj lehtësimi, po është edhe mjetet e komunikimit e kanë lehtësuar. Po mediat kanë bërë drejtë. Që njerëzit edhe prej këtu, prej ndoshta me mijëra kilometra larg e shohim se çka bëhet dhe si bëhet në haxh. Alhamdulillah, kjo begati e vetë është, alhamdulillah. Tjetër kush më radh është mundësia materiale. Kush i ka rrenet me istata i lehi mundësia materiale. Kto çka është për qëllim, është për qëllim disende. E para është, më thonë, siguria e ushqimit. Po themi mundësia materiale, siguria e ushqimit për veten dhe për anëtarët e shtëpisë vet që i ka nën kontroll. Nën kujdese. Nëse ki, më thonë, një pasuri që mjafton me një ushqim me shku edhe mu kthije, e kini parase, edhe i ke lënë aq për sa nuk jetë shtëpia jote, i ke lënë familjes tënde, ti më thonë ke plotsu kushtin me shku. Po nëse nuk ke, më thonë, atëherë më thonë ke kush, më thonë, bie, më thonë. Edhe gjëja, më thonë, që ushqimi dhe dyta hetë mundësia, më thonë, siguria e mjetit. Më thonë, me pas, më thonë, mjetit sigur me çka kemi shkuar. Tu mëra me thonë bileta, ose çdo sen që ka të bëjë rreth asaj, më thonë. Edhe ato shkojnë lëvizjet në Mekë. Kreto nëse ki këta mundësi, më thonë, që mi mbulu krejt këta, më thonë, ti më thonë bëhet obligim, më thonë, haxhi. Po, shpak do të mbaroj? Jo, vazhdon e mandim. Mundshme. Derisa këtu, te ne ekziston një lloj debati, ai që nuk e ka kry haxhin, nuk është mirë me shku në umre. Sepse pas që ta kryen umrën, i bëhet farz haxhi. Kjo mund të me sikur argument se ai ka mundësi materiale me shku në umre, nëse ka mundësi me shku në umre, atëre ka mundësi materiale me shku në haxh. Edhe pse dallimi në çmim është po. Me një aspekt jo i vogël. Nëse është kjo ideja, më thonë ti arsyetohesh me umre dhe nuk e kryen haxhin, është vërtet, më thonë. Se haxhi është obligative, umra është vepër, më thonë, vullnetare. Po nëse është, më thonë, një arsye ti si ki rrenet, më thonë, ki mundësi vetëm me shku në umre, si ki rrenet për haxh. S'do me privu vetveten nga do me pa çabë, nga shpesh ne kur diskutojmë këtë meselë, hoxha, shpesh xhamat po umra sunet, pse më bëj çfarë të madhen. Kisha thonën dispozita ka sunet, po ka shumë vlera tjera. Përmendi namaz që e fan çabë. Çdo tavaf që e bën. Më thonë, shkon në Medinë e viziton xhamin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa vepra bën gjatë udhëtimit të umrës. S'më më thon vetëm kështu në aq se sunet, edhe kur gjë nuk ka shumë. Bëhet vizita e çabës, shumë gjëra bën, aty udhëtimi që ka ato vlera që ka umreja, ti më thonë i përfshin, më thonë çaj udhëtim. Edhe pse themi sunet, po ka shumë vlera tjera. Sa është 100.000 namaze në çabë, në xhamin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, namaze që i falen. Pra më thonë nuk ka thjesht vetëm thonë s'ni sunet, edhe kështu që kollaj praktise, lënë pse se dikush ka dini fukara, ai që jep edhe aty fukaras edhe shkon e kryen umrën. Pasi njerëzit më thonë ata shumë qefe bën njerëzit. Edhe shumë bën harxhime pa lidhje, pa nevojë, mos as vjen edhe vera, dashma që i bën te ne. Pse nuk fol askush për këta harxhime që jashtë për te mase. Po kur vjen te një adhurim që i kam mbledh do parë edhe ja përmendmi që duhet më jalloni fukaras. Këtu më ta kryen, ta shohë çapën, ni të shoh ato venet bekume. Po, jo, kemi disa kushte tjera, hoxha. Po, pe kushteve tjera është mundësia shëndetësore. Po, ai që nuk e ka shëndet, ndoshta ka pasurinë, e ka mjetin, e udhëtimin, por nuk e ka shëndetin. Këta më thonë, ai më thonë nuk e ka obligim, por çka ka këtu ne? Ai nëse ka një sëmundje më thonë që nuk shërohet, nuk shpreson më shërue, ai duhet me dërgu dikant tjetër që më ia krye, më thonë këtë obligim. Nëse i plotson kushtet e tjera. Ata kushte që përmet më herët. Nga se kjo ka me një hadith, ka një gruje të Pejgamberit sa ka thonë ja Rasulullah, inna faridat Allah azza wa jall, thot ala ibadihi fil hajj, thot adrakat abi shaykhan kabira. Thot
ka kjo gruaje ka thonë ja se do haxhi thot i ka rrah thot obligim babai tim thot me shku, por është plak i më shumë më thon. Shumë është i më shumë. Ku vallon nuk ka mundësi me qëndru thot tek mjeti me çka ka më thon me përpara me deve. S'ka pas mundësi me ndet në kafsh më thon. Pishalë me deve. Ka thonë atë bëj haxhin për ta, për babën këtë rast. Pastaj ka thonë po, banë haxhin për ta. Kto e shohim që ti më thonë se nuk e kisha ndetin, po i ki parat, i ki mundësi, edhe keni smuj që nuk shpreson mu shërue, atër dërgojë dikan tjetër në ta kryej për tyje. Po nëse shpreson që ajo smuj ka lanë shpejt, inshallah, atër më thonë e le, kur të shërohesh, më thonë atër e kri më thonë obligimin e haxhit. Këtu shpeshet e ne, në të kaluan, për tash sot i pash fotografitë e atë haxhileve që mishin vakcinet, shumica ishin jo 3, po në atë moshën ku hamda mundën marrjet me përballu. Dhe sa ma herët, shpesh herët i ka dërguar në haxh dhe njerëzit me smundje të rënda, të lodhe, që nuk kanë mundësi me kry haxhin ashtu si duhet. Një këshill për ata vëllezër që nëse prindërit kanë qef me i dërgu në haxh, po prindërit nuk e gëzojnë shëndetin që është më mirë që me paguajnë ndonjë bedel, që në emrin e tyre ta kryen, sepse vlera nuk i humb as pak atyre. Bile do t'i nderosh më tepër nëse u lehtëson këtë ibadet, ja paguon dikant që më shkon bedel, a pajtohesh me Bile tham botë dhe barë për tjerët. Nëse haxhia shkon edhe shumë më shumë, nuk ka mundësi se shëndeti se ka shumë asa duhet, më thonë i botë barë për tjerët botë. Tha që edhe përmendën edhe Miftia përmend një rast interesant, tha që zakonisht haxhilet që janë më shumë ata lodhen shumë. E tani mundon mu kap me nai hoç, me nai shok. Atë lodhen e shpreh ndryshe, me mlef. I pengon çdo sen. I pengon që vënohet që ka rend tek ushqimi, i pengon që duhet prit me marr pasoshin, me hin hotel, me dal. Mundon çdo sen i pengon. Pse kjo? Për shkak shëndetit që ka tani bëhet barë për ata shok që i ka të haxhit më. Kjo ishte pra prej kushte. Kushti tjetër hoxha kanë përmend dietarët edhe siguria e rrugës. Me pas siguri. Kto është mirë me përmendën. Si vetë ishte dilema se për shkak se Po, ishte dilema, më thonë. Këtu është këtu mund të përmendën ata që do të shkojnë, më thonë, në zez, më thonë, kështu që do me kry haxhin, përdesa nuk ka siguri, mos e merr këtë rrugë. Kemi një histori islame dietarë të mëdhej që s'kan pas mundësi me kry haxhin. Pse rruga s'ka e sigurt, s'kan shku, më thonë. Kanë përmend haxhin për libra, por Allah s'ka mësuar. Kjo që më thonë bie obligashmëria e haxhit. Pse me rreziku vetëm me him borke, me ikpi policisë, me lloj rrena e dallavera, më thonë që më arrit me shkuë me kry haxhin, kënena më thonë rrezik janë i madh. Ka raste që do janë kthije, edhe kanë që premtojnë se të çojnë haxh njerëzit në realisht. Ajo është edhe më e rëndë. Edhe në këtë mënyrë ja marrin parat në mënyrë të padrejtë, nuk ka kthejnë. Kjo është me të vërtetë. Kjo është një rezultat që nuk i njohin edhe të mesetë e haxhit. Bëre nëse i thu këtyre njerëzve ata thonë gjen lloj arsysh, më thonë, jo unë kam qef, nuk është çdo sen me qef. Shumë shtrenjtë është kështu, po. Më thonë, nëse nuk i ke parat, nuk të bën obligim kurrë. Alhamdulillah, haxhin Zoti ka çita rregulla, më thonë kush i ka këtë mundësi, kush i vlerëson këtë, kush shkon haxh, kush nuk i ka. Allah më thonë sa kërkon nesër ditën e kiametit. Unë kujtohet, po me siguri ti e din haxhin. I nderuar vitet 90-ta kur isha në Mekë deri në vitin 2000. Do të thonë kur isha në Medinë, shumicën e tollovis në haxh kush e bëj? Ata që kanë ardhur pa organizim. Vërtet. Do të thonë i kryeshin ato obligimet, nuk ishin ku me pushu, e shtroheshin do tesha për me flet në oborin e Qabës, ose në Mine, ose në Arafat, ose në rrugë flejnë për vende ku nuk ka pasardhësia sa duhet. Ne nuk kemi kundër me mundësu atyre, por nuk e kjo obligim. Allahu subhanahu wa taala në këtë din ton të bukur islamit nuk ka vendos diçka që është ndërlikuar, diçka që është e vështirëson që e çet njeriu në siklet. Përkundazi, feja jonë është fe e lehtë, fe e lehtësimit, fe e mëshirës, e cila bën atë ibadet edhe kënaqur. Edhe kënaqur mos e merr përsipër që dikush mos e Zoti me të mallku. Ti ke marrë përsipër që sa unë po organizoj haxh, edhe i lodh haxhilet nuk ka këtë sigurt asnjë gjë, edhe pastaj tu po unë mundova me valecu. Si mundu me valecu, ti e mundsu.
ti mundu që me u marr parat edhe me i lanë kurkundi. Edhe për kushte që kam bërë detaj që kjo është e fundit, edhe ka pas me edhe një tjetër, është meselja, më thonë, me shoqëru nësa gruaja që do me shku në haq, me shoqëru buri vetë. Apo me pas një mahrem me veti për antarët familje që ka haram martesën, me pas me veti. Edhe këtu ka lehtësimet mëdha po bën tash kohë të fundit, edhe jo për haxhin, që as nuk e diskutojnë njerëzit për. Por le marrë edhe të haxhin, nëse nuk ke mahrem, nëse nuk e ke burin, më thonë edhe obligacionia e haxhit bjen. Edhe argumenton me një hadith shumë qartë, ka një person ka thonë ja Rasulullah, ka thonë më jep leje me marr pjesë në një luftë. Por thotë nga ana tjetër gruaja ime është të shkuar në hax. A me shku në luftë apo me shoqëru gruan time, mos më lën vetëm. Pastaj ka thonën e ka thonën ukhruj ma'aha. Shko me ta, më. Shko me gruan tonë, më. Edhe obligashmëria e luftës këtë rast ka ra për këtë person, por vetëm sa le gruin më me shku vet. Edhe këtu le mate kam edhe këtu është edhe me dhëbi Hanefi edhe shumica dietarë thonë që duhet me pas edhe për haxhet për umre më thon, vlen kjo me pas më thon mahrem me veti. Të ne këtë çështje pakës edhe kanë lehtësu shkaku se tashmë siguria është në nivel më të lartë edhe udhëtimet janë. Vërtet, ka arsye, ka arsye. Vetë kjo dispozitë është dispozitë e përhershme. Atëherë kur do të thonë me të vërtetë është situata e paqartë, ku ka mundësi që ndodh dëgjoj një herë Shehun Ibn Uthaymin rahimahullah e bisedon të këtë çështje. Edhe njerëzit e pyetnin, o hoxha sheh, tashmë aeroplani shkon për disa atosh atje pret dikush për familjen e saj. Unë po ta tregoj një rast tjetër, ku aeroplani në vend se me zbrit taj vendi është detyruar me zbrit në vendin tjetër. Kjo ndodh shpesh. Edhe aty ka e ka, kush kujdeset për ta? A nuk e din as gjuhën, nuk e din atë. Prandaj ne këto çështje nuk do më marr me lehtësi. Na ka ndodhur që kemi takuar edhe gra, aty në numre në haç, që kanë ardhur vet, e vret një çfarë frige të gra. Ato janë natyra e grave, Zoti i Mëshmirti, pse ka zbrit këtë dispozitë. Natyra e grave është shihet që ato kanë nevojë çfarë për kraje të burit vet. Zoti më thonë jo rastisht është kjo. Çdo dispozitë e Islamit është dispozitë e cila është në dobi fillimisht të njeriu. Vërtet. Edhe me parandaluar ndonjë të keqe që ka mundësi me ndodh. Edhe mesela e fund kushti, edhe ka vlen për gratë, gjinin femërore, mos me qenë periudhën e idetit. Nëse është periudhën e idetit, më thonë nuk e ka obligim me shku. Kur ta kryet ato ditë pritjen që e ka. Pas shkullorëzimit edhe pas lindjes, më thonë është përcjellë pas sisivites buri, më thonë. Ata që ka 4 muaj dhe 10 ditë, më thonë nëse është këtë periudhë nuk e lejohet asaj me marr rrugë, po duhet me shndruar shtëpinë vet. Kjo ishin ata kushtet që ka vëmë dietarë për libra, se përket më thonë pa cilë më thonë e ka dëshirë me shkuar në haç. Nëse plotson këta kushte shkon, nëse jo, atë bie kjo obligim. A mund tash në mënyrë kështu për më do më përmend farzet, vajibet edhe sunetet e haxhit. Dietar tu bazu më thonë haxhin e pejgamberit alayhis salam, në ajetet kuranore. I kanë thënë ka thonë khudu ani menasik. Menim nga unë haxhin. Po haxh. Edhe ajeti kemi plot haxhit, hadithe, ulemat e fikut janë munduar me valesu xhamatit në formën e shkupmi përmend 1 2 3 farze, çka e kemi vajibe, e kemi çka sunete, më çmë me ditë nëse lomi njërin, nëse është farz, atë na ka shku haxhi krejt. Haxhi, nëse kemi lënë vajib, zaventohet me një kurban. Nëse kemi lënë sunet, nuk ka mëkat. Mund të ka ik disa vlera, po nuk ka dënim mëkat. E kjo është më ideja pse dietarët i kanë ndarë, më thonë, edhe kemi edhe farzet e namazit, vajibet e namazit, sunetet e namazit. Çdo adhurim i ka këtë ndarje. Po është mirë me përmend se farzet të mëdhëve tjera e kanë një emër shtylla, rukn, arkanul hajj, shtyllat e haxhit. Se në mëdhëbin Hanefi ka dallim mes farzit edhe mes vajibit. Të dallime më shumë gjysore të zamë. Ku më ndalmi fillimisht te farzet e haxhit. Haxhi i ka më 3 farze. Nëse njëri prej këtyre nuk e ke zbatu, nuk i hax. E para është më thon ihrami. Çka është përcjellim ihram? Nuk është veshja e ihramit, është përcjellim më niyeti në mikat. Nëse më thon nuk se ke bën niyetin në vendin e caktuar, ku bëhet niyeti, ti më thon s'ki hax më. Don kjo është përcjellim më thon edhe është farzi i parë. Niyeti si bëhet, më thon haxhit bëhet, më thon duke e shpreh lebek Allahumma hajjan, ose nëse ban për dikant tjetër, për kanë e ban, më thon, ose nëse se thu këto fjalë, nëse thu vetëm lebek Allahumma
lebejk e thua dhikrin që thuhet edhe mjafton. Telbir. Telbir. Kjo është më thonë kushti i parë, ose farzi i parë. Farzi i dytë që është shumë më rëndësi është qëndrimi në Arafat. Që më thonë fillon më thonë prej pas drekës ka kohë deri në sabajnë e ditës parë Bajramit. Nëse një person ka qëndruar vetëm një çast në Arafat e ka mbrije haxhin. Nëse person ka thonë el hajju Arafa. Haxhi është Arafati. E mbritë Arafatin e kemri haxhin. Mund të ne njësi dita Arifës. Kush ka qëndruar në Arafat, çfarë do kohë, çfarë do orë prej natës apo ditës? E ka mri, më thonë. E mirës me det aty, më thoj pas drekës, me fal drekën dhe kindin, me fal bashkarisht aty. Se pejgamberi sa ka qëndruar jashtë kufive të Arafatit, pastaj pas drekës ka hyrë brenda kufive të Arafatit. Kjo është më thonë farzi i dytë. Farzi i tretë, haxhi ka më thonë tavafin e ziyara ose i fadë, që është njëhet, më thonë, pasi që haxhia, më thonë, atë natë, më thonë, ka qëndru Muzdalife, dhe i gjunë guralecat, edhe është, më thonë, mirë, ditën e parë, është sunet, është sunet, më ditën e parë, është sunet këtë ditë me kry, po gjatë 3 ditëve, më thonë, është vajgjib, të apërme pak ma vonë, por, më thonë, nëse nuk e kry mund edhe ma vonë, po e ka kalon një vajgjib, du me peku nëse vanon, që më dykush, më thonë, tavafin e zjarë e ban ditën e 5, pas më thon atë ai më thon duhet me kry. Po edhe bashkë me tavafin. Po më duhet me prej edhe kurban, se e ka dalë jashtë 3 ditëve Bajramit, më thon. Po kurse sunet me sa më është me kry ditën e parë. Më thon fillimisht më thon shkon më thon i hek flok më thon prej kurbanin dhe e ban tavafin e haxhit, më thon. Këta ishin ata tre farzët e haxhit. Tash më thon nëse normi te vajxhibet e haxhit. Dietarët e mëdhëbi Hanefi kanë përmendën 14 vajxhibi ka haxhi. Po. Vajxhibi i parë më thon kanë thonë njëjtë që përmenda ihramin, thotë është vajxhib me bupit e mikatet, ata vende që janë caktuar. Nëse këte kalohet, se shpesh na ndodhen gjatë haxhit, ka harruar me bën niyetin, ai më thon duhet më u kthye. Po nëse nuk kthehet, ai duhet me prej kurban, qase nuk e kalon një vajxhib. Këta mesetë që do përmendni tash, çdo njëra që lihet zaventësohet me kurban. Kurse ata të parë që përmenda farzët, ata nëse lihet njëra këtyre, më thon do të përsitet ata haxhin. Kjo ishte. Vajxibi i dytë, më thon dietar kanë përmendën abdesi gjatë kryesës së tavafit. Është më thon vajxib gjatë ata 7 tavafe që janë, më thon që i ban duhet me pas abdes. Gjithashtu prej vajxhive tavafit, kam dietar është me fillu, më thon numërimin e tavafit prej te guri i zi. Për aty fillon, më thon numërimi, më thon 7 herë për aty fillon. Haxhul Esfeit. Aty fillon aty mbaron. Po aty mbaron. Prej vajxhive që kanë përmendur dietarët me dhëbi Hanefi, mi fal 2 rekate pas tavafit, kanë mësuar vajxhib, po kanë thonë nëse lihet çka vajxhib nuk ka nevojë me zaventësu me kurban. I vetmi vajxhib që nuk zaventësohet me kurban, nga se është diskutimi a është vajxhibin sikur me se tjera, po është më pak. Po gjithashtu këtë debat që është mena me dhëbit, kanë thonë që është vajxhib, por nëse lihet këta 2 rekate, më thonë nuk ka nevojë me prej kurban. Këta falen si të kryet me tavafi, është për sunetit me fal te Mekami Ibrahim. Në shtatën e parë lezohet Fatihaja dhe Kul ya kafirun, në shtatën e dytë lezohet më thon Fatihaja dhe Sura Ikhlas. Pra më thon janë 2 rekate që bën, më thon në esencë është vajxhib. Prej vajxhibeve të haxhit është tavafi i lamtomirës. Pasi më thon haxhia ka qëndruar disa ditë në Mekë, pasi ka kryer haxhin, edhe ato ditë e Minës, do me dal me shumë Mekën, është më thon vajxhib, më thon me bot tavafin e lamtomirës. Sikur njeriu më thon i thot Zotit unë me trup po dal o Zot, por me zemrën po këtu jam Allah, më thon. Edhe më thon sikur edhe në këtë formë më thon e tregon atë më thon edhe madhëximin për këtë vend. Madhëzimin që ka treguar gjatë këtyre ditëve, në këtë formë më thon dahet prej Mekës. Normal këtu ka një hadith, sa më thon tregon që ka urdhëruar më thon me e bë këtë tavaf të lamtomirës, përveç ka thonë ata gra që janë gjatë periudhës menstruacioneve, atyre nëse kanë më thon udhtimin, atyre më thon bie kjo detyrë, më thon. Nëse më thon nuk lejohet për një gruaje i cila është në periudhën menstruacion me hin çabe dhe më tavaf. Ka një tjetër ka grupin e haxhileve që ata do të nisën për vendin e vet, kështu më thon këtë rast nëse një gruaje që ka menstruacionet, më thon bie kjo obligim. Pra kjo ishte vajxhibi i 5. Vajxhibi i 6 me radhë është tavafi ziyara. Të kryer
Në 3 ditët e para të Bajramit. Si përmendëm në fillim pak më herët, më thonë, është mirë mes me dalë jashtë 3 ditëve, më thonë. Gjatë brenda këtyre 3 ditëve ka. Gjithashtu më thonë për vaxhive është më thonë sa'i që bëhet, më thonë Safa Merwa. Më të fillohet prej të Safas, edhe në këtë formë më thonë më thonë prej Safas Merwa një herë konsiderohet, Merwa Safa 2, e përmendëm këto një rast miftia interesant, joni për Hoxhallahu ndoshta i ka hikë mesele. I kish marrë ata unë gjithë ata grupin e vet, i kish 14 metra i kish bërë. Të e kish konsideruar më dhon Safa Merwa Safa më dhon një herë, kështu që dash më dhon kish bërë më parë te Safa. Kjo është më dhon për vaxhipeve. E teta është më dhon sa i të kryet pas tavafit. Po. Vallë kjo është për vaxhipeve. E nënta është qëndrimi në Arafat deri në perëndimin e diellit. Është vaxhip me qëndru haxhia më dhon. Prej më dhona preferohet të zakonisht për praktikohet shkohet më herët. Edhe aty pritet më dhona. Ditën e 8. Më dhona nisë tim mbrëmje, po shkoj njerëz. Qëndrimi në Muzdelife, më dhona qoftë edhe vetëm një çast është vaxhip. Më dhona kurse më dhona me bujt atë natë është për sunetit që ta përmendim te sunetit. Sipas mëdhëbit Hanefi. Po, sipas mëdhëbit tjera është te dietar më dhona. Gjithashtu më thonë ka përmend dietar për vaxhive është më thonë me e shty akshamin, më thonë me fal Muzdelife dhe Yatsie. Është për vaxhipeve më. Me vanu më thonë, edhe nëse të rrugës të shkupin Arafatit Muzdelife, nëse të akshami rrugës, e vanon. E lë më thonë me fal akshamin Yatsin më Muzdelife. Gjithashtu për vaxhive e 12 me radhë është hedhja e guralecave. Më thonë haxhia më thonë prej ditës prej asaj ditës parë, kur kthehet prej Muzdelifes me shkuë. Atë gjuan vetëm Xhemratul Aqaba. Po, më ditën e parë Bajramit vetëm e ka Xhemratul Aqaba, i gjuan më thon 7 guralesa. Ditën e dytë e tretë i gjuan më thon në 3 vende, Xhemra që është e vogël, e mesme edhe ajo që është Aqaba e madhe. Po nëse e ka zonë më thon Mina, nëse ka çdru Mina, po themi, e ka zonë dita e 4, atëherë më thon i gjuan guralesa edhe ditën e 4. Këta ishin ata vaxhibet. Vaxhibi tjetër hoxha 14 metra me radhë thelja e kurbanit. Për haxh për haxhin që është më thon Kiran dhe Temetu. Që tha më thon Ifrati ai se është e momentit të haxhin. Kiran do të më marr me veti për jashtë Mekës. Ai se Temetu më thon e krin më thon kur është preferohet kurbani më thon më prej atë ditën e parë. Me kjo është nditja më. Fillimisht më thon i hedh guralesat. Dita e kurbanit. Dita e kurbanit. Fillimisht hedhen guralesat, pastaj më thon thellë kurbani i shkurton flokët, edhe në këtë formë më thon lirohet nga atë mund më shku edhe e krin tavafin e haxhit. Kjo vetëm sa një përkujtim për haxhirët tanë se këto janë rregulluar nga ana e Bashkisë Islame që i kanë rregulluar, i kanë gjetë kurbanat edhe ato. Kam dhëzëcat e haxhit. Për shembull, ai që është koordinatori i haxhit e merr lajmin se kanë përfunduar kurbanat. Në kohën që ato të lirohen prej ihramit. Prej vaxhiveve të haxhit do të thosh 14 metra me radhë çethja e flokëve. Domthon apo rrugja e flokëve. Po më preferuar është me i hek flokët, me i rrujt flokët. Pasi kjo ka ardhur në një hadith, pra sa ka thonë Allahumma arhamul muhalliqin. Ose mëshirat të sot më thonë i hekin flokët krejt, më thonë i hekin. I ruajnë krejt. Po, njëri ka thonë sa wal muqassirin, kur ata të sot i shkurtojnë. Pra sa ka thonë prezidenti Allahumma arhamul muhalliqin. 3 herë ka për të këtë fjalë dhe në fund ka thonë Zot mëshirat ata të sot më thonë i shkurtojnë flokët. Po këtu më pas një mesele. To është interesant që jo më ka rasti mi pa disa xhiler i parin do kërshon me vete edhe një 2-3 kimi i presë edhe thotë kryte këtë obligim. Ç'a bëj adetin. Nuk është adet, shiko për vaxhibeve të haxhit është mi shkurton flokët. Në mod ka thonë prej krejt anës kryes më merr dhe i shkurton flokët. Nuk ka vetëm me marr 2-3 kimi me hek edhe me thonë që e kryta këtë obligim. Pas kujdes më thonë me krejt më. Pra këta isha ata 14 vaxhibet e haxhit, si thash edhe pak më herët, nëse njëra për këtyre më thonë lihet, duhet të zaventohet me kurban. Qasi më thonë edhe agjilet më thonë gabimet që i bëjnë i zavensojnë më thonë me këtë. Tani do të thash po dalmi hoxha vazhdena me sunetet e haxhit. Sunetet nëse e lën nuk ka ndonjë. Nuk ka dini mëkat më. Sunetet po ka ndonjë se ka vlerë më, ka se më thonë si than pak më herët, khudu anni manasika kom. Ne do të munu çdo sen që ka bu për mëson me punu. Po çash nëse na ndodh ndonjëherë lomi një gjë, me ditë sa sunet nuk ka ndonjë gjuna më këtë rast më. Po nëse është farzi atë më thonë edhe haxhi të ka hikë. Suneti i parë
kanë thonë dietarët, më thonë pastrimi që bëhet para se me vesh ihramin. Për sunet, larja, mu pasu dhe me vesh ihramin. Si dhe më kanë thonë dietarët këtu hente pastrimi edhe nëse je në Mekë dhe do me shku në Arafat, edhe pas e vesh ihramin edhe këtë rast, preferohet me thonë me u pastu dhe me e vesh për çdo herë këtë rast, pra të cilën është haxhin temetu, i be për çdo me vesh ihramin, edhe atëherë më thonë bani pastrim edhe vesh ihramin. Suneti tjetër është veshja e dy pjesëve të ihramit. Që është izari dhe rida, ato dy pjesë të ihramit. Izari është pjesa e poshtë, rida është pjesa e epër. Duke ulema ka thonë gjithashtu në sunet me qenë ngjyra e bardhë. Nuk prish punën se ka dhe ngjyrë tjetër. Po zakonisht alhamdulillah ta shën lekë të e Zotit, më thon këtë anët ki ihrame dhe shesin ihrame, kështu që më thon edhe nëse më thon edhe nëse nuk i ki afër, mush me gjetë çdo çash, më thon shitet në Qabe, më thon Mekë. Ky është suneti i dytë. Suneti i tretë ka thonë dietar parfumosja para se ta veshim ihramin. Nëse ndalohet, më thon, për ndalesave me përdor parfemin si ti ish në ihram, ndalohet. Parfumosja e trupit, jo e ihramit. Po, e trupit, më thon. Më thënë që më ardh, më thon, me të ardhe era mirë, më thon, nga se kemë drejt me njerëz. Po. Gjithashtu për sunet është e katërta me radhë shpeshtimi i telbijes. Po, shpeshtimi i telbijes prej kur hyn në ihram deri ditën e parë bajramit, më thon haxhia, më thon derisa ta prej kurbanin, më thon është prej sunetit me shpeshtu sa më shumë me thon lebejk Allahumma lebejk la sharika lak lebejk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Këtu është kjo që është një hadith interesant, pyet një sahabi ka thonë ja Rasulullah, cili haxh është më i mirë. Pasi ka thonë al-ajj wa thaj. Ka thonë ajj, ulemat kanë thonë është ngritja e zërit të telbijes. Kjo është haxhi më i mirë. Kush e zbaton këtë? Ju ka marrë zëri. Po, sa që ka marrë zëri, më thonë. Ose ka thonë e thaj është, më thonë me thirr kurban. Më thonë, haxhi më i mirë këta, më thonë. Kjo është edhe një argument që haxhi që ka të kurban është më vlerë se sa vetëm haxhi, më thonë. Kjo ishte, më thonë, suneti i ka. Suneti i 5, tavafi kudum, më thonë, kanë thonë dietarët, tavafi për ati cili e ban vetëm haxhin ifradin, ai kur shkon në Qabe, ai s'ka umre, haxhi ka ku ala, e ban një tavaf, për sunetit kjo. Tavaful kudum, do të thënë tavafi i arritjes. E arritjes. Për shkak që ardhmë, më thonë kjo është një formë të përshëndetje e Qabës. Sikur në xhami kur himi formë dereçate, përshëndetje për gjë. Edhe Qabe përshëndetet me tavaf. Kjo ishte më thonë suneti i 5. Suneti i 6 remli. Esja e shpejtë që bëhet më thonë gjatë në 3 rrotullimet e para të tavafit. Është për sunet kjo vlen vetëm për burra, e nuk vlen për gjininë. Esja e shpejtë me hapa të vogla vetëm. Duke shpejtuar. Po. Edhe kjo është përmend disa hadithe. Gjithashtu e 7 me radhë ittibai, më thonë me zburimi i krahut të gjatë, më thonë në 3 tavafet e para. Kjo nuk vlen në qerat rituale të haxhit, vetëm në tavaf, më thonë 3 të parat, më thonë është për sunetit, me zbulu, më thonë krahin e gjatë, edhe kjo normal vlen vetëm për meshkujt. Gjithashtu për sunetit është, më thonë veprimi që bëhet, më thonë tek ato shenjat e gjelbra gjatë Safa Merwas. Aty është, më thonë, janë disa shenja që haxhia dhe umregjia kupton. Ultë e luginës ku kanë haxheria ka shpejtu. Edhe këto më thonë është për sunetit, normal edhe kjo vlen vetëm për meshkujt, nuk vlen për femrat. Gjithë ulemat kanë përmendur në disa vende preferohet ligjërimi, e marrë një fjalim për sunetit është, më thonë, kanë përmendur dietar ditën e 7, ditën e 9, nuk janë më thonë xhilet në Arafat, ditën e 11, më besoj ka marrë fjalim. Këta fjalimin është mirë me është për sunetit. Edhe pse më thonë çdo situatë është mirë me shfryzuar takim ato mbledhime, por në këta vende më thonë ulemat kanë përmendur për liga që besoj ka marrë fjalim, edhe kështu që më thonë është për sunetit. Shkulla në Mina në ditën e Dhul-Hijjes, ato ditë që është dita e Terwijës, një ditë para Arafatit. Dita e 8, po. Sepse është vështirë më kjo me zbatu këtë këtane. Më zakonisht atë ne më thon haxhilet nuk shkojnë, po është për sunet, më thonë se dikujt ai mosohet, është mirë ta zbaton këtë sunet. Qëndrimi në Mina gjatë natës së Arafatit, edhe kjo është përmendur për librat e fikut, është për sunet me atë natë me net Mina. Më thonë tani më thonë me shkunam. Butja në Muzdelife, më thonë natën e Bajramit, është për sunetit, si përmendur ka edhe xhilafet e dietarë. Nisja nga Muzdelife drejt Minës para lidhjes së diellit.
Po. Edhe kjo është prej sunetit. Mas sabaj, po pas në një dirë. Pas me dimë, kështu ka ndodhur, kështu e ka bëu Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në këtë kohë është ka nisur për Muzdalifës me shku në mina me gjithë goralesat. Gjithashtu pjesënit është me qëndrua mina gjatë ditëve të shrikut, ditëve të Bajramit. Edhe kjo pjesënit është, edhe kjo mesele ka shumë dietare kanë atë që vajib, por me dhimbje Hanefia që është pjesënitit, gjutja e goralesave në kohë të caktuara. Edhe kjo është pjesënitit, me prit atë ditën e dytë, ditën e tretë, me prit pasi ka rënë dreka. Kalon dielli zenitin. Atëherë me gjyt është edhe kjo pjesënitit. Kryja tavafit zjarë në ditën e parë është pjesënitit, përmendëm pak më herët, është fars ky tavaf, po nëse e kryen ditën e parë është pjesënitit. Kryja edhe farzin edhe ke zbatuar një sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po. Pra këta janë ato sunetet e haxhit. Po nderuar pa ku zgjat po besoj se ka qenë shumë i dobishëm. Shpresojmë që haxhilet të përfitojnë nga ky episod, por se të tjerët, të cilët Allah inshallah do ta mundson në vitet në vijim që ta kryejnë haxhin. Allahu të shpërbleft. Amin. Për rismanat tënde dhe për këto këshilla kaq të vlefshme. Dhe njerë lusë Allah që të amundëson që ta kryeni një haxh me vrur. Amin. Edhe të ktheheni me dhëmb me gëfur, me mëkatet të falura. Edhe mësov gjithë neve haxhet të shumta. Amin. Që ta njerë në jetë është obligim, po me shkue është vepër vullnetare, vepër Allah e ka bërë ashtu që zemra. Ashtu. E njeriu të mallëngjehet edhe ta merr malli për shtëpinë e Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër e motra, ky ishte mezhlisi i janë për këtë javë. Ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.